kjo është unë ndjek dhe konstatohet që Europa në këtë aspekt është më sigurt. Më kushtueshme, është më kushtueshme. Jemi realist, por ja vlen. Kjo është për siguri. Ndaj dhe përveç kësaj, ne sigurisht jemi për liberalizimin e tregut, por laboratoret shtetërore të përgjegjësisë direkte zyrtare do të jenë të pajisur dhe nuk do të ndodhë, se dhe sot ne kemi mjekësit, çfarë na ndodh? E pa imagjinueshme. Batërdi. 3 ciklotron të prishur. Dhe qoftë për diagnozë, qoftë për mjekim, detyrimisht duhet shkojnë tek privati, nuk rregullohen. Nuk rregullohen sepse qytetarët do të pagojnë tek privati. 3 nuk janë pak për Shqipërinë. Kur u blen 1 për neurokirurgjinë dhe 2 të tjerë për onkologjikun. Pikrisht që të mos mbetet dot asnjëherë vendi pa ta. Kjo ndodh tani. Çdo gjë e bën rrugta. Jo, shteti do t'i përgjigjet me laboratoret më moderne. Do ketë kushte të përshtatshme, të kontrolluara në të gjitha pikat e hyrjes në doganat në Shqipëri, të cilat janë domosdoshme dhe që sot pothuajse ekzistojnë formalisht ose nuk ekzistojnë. Bashkëpunimi ndërkombëtar është shumë i domosdoshëm. Binjakëzimi me agjenci prestigjioze ka një problem këtu, duhet ta pranoj. Ky institucion, siç e kemi ngritur ne, nuk ka një traditë të hershme, siç e kanë vendet tjera që e kanë 50 vjeçare, 80 vjeçare. Dhe është e domosdoshme që edhe ne këtu të bashkëpunojmë me institucionet analoge të Gjermanisë, të Kroacisë, të këtyre vendeve që i kemi përreth, për ta bërë institucion sa më performues dhe sa më serioz. Ne, siç kemi shpallur, kemi një program transformues për bujqësinë dhe blegtorinë. Por ky program kërkon në çdo kusht transformimin në fushën e sigurisë ushqimore. Qoftë për tregun e brendshëm, për sigurinë e brendshme, qoftë për eksportin, se lajm më të keq nuk ka për tregun se sa të kthehen eksportet tona. Kthimi i eksporteve është goditje e besimit ndaj prodhimeve shqiptare, të cilat janë shumë të mira, siç ndodhi me turistët. Le të shton shifra këta. Këta janë po vjet absolutisht gjerë në fund të gushtit. Plazhet e Shqipërisë nuk kanë patur kur asnjë të tretën, sepse kërcitën çmimet e larta, edhe as lart, po ishte pastaj u përhap ajo, dhe hajde edhe riktheje mendimin. Kështu që del një herë Shqipëria, 2 herë, 3 herë, lere thot, mos blej atu. Vërejtja dhe sugjerimet tuaja shumë të drejta, departamenti do t'i marrë, do t'i përgatis, do t'i shtoj në projekt dhe ne do bëjmë gjithçka për rivendosjen e sigurisë ushqimore në Shqipëri, duke bërë një luftë
me zero tolerancë ndaj korrupsionit. Dhe duke vendosur këtë fush në transparencë të plot, në administrim të njerëzve kompetent, të specialistëve të shquar, në këtë mënyrë ne bëjmë jetën e qytetarëve të shqiptar më të sigurt, bëjmë gjithashtu edhe prodhimet shqiptare më të pranueshme nga tregu shqiptar, tregu botëror, Made in Albania. Është krenaria jonë kombëtare për Shqipërinë madhështore. Faleminderit shumë. Faleminderit doktor Berisha, dhe për ta mbyllur këtë takim, këtë prezantim, këtë angazhim të Partisë Demokratike mbi çështjen e sigurisë ushqimore, ma shkaks për të falenderuar disa ekspertë që janë punonjës në administratën publike, por jo vetëm dhe ata në sektorin privat, të cilët janë në përkëmbur dhe nuk janë dëgjuar në asnjë moment nga drejtorët patronazhist. Dhe ju bëj thirrje që më 11 maj në kryet e institucioneve të sigurisë ushqimore do të jenë ekspertët dhe jo patronazhistët. Që në 11 maj sjellim ndryshimin, si risjellim sigurinë ushqimore në Shqipëri. Ju faleminderit. Yes.